nga tresat edhe zankat t'i lanë anash. Të tani jetën besimtari duhet t'jetë i qetë, i moralshëm, i afër me antarët e familjes, me familjen e përgjithësi, po në veçanti në 10 vjeçin e fundit kërkohet edhe në hise ma tepër që besimtari t'ja falje vllaut vet e të i përmisoje raportet vllazërore. E keni dëgjuar se Muhamedi alayhis salam një natë del për të informuar shokët e vet se kur është nata e Kadrit, e gjatë rrugës për në xhami rastis di njerëz të cilët grindeshin mes veti. E pejgamberi alayhis salam ndërhin mes këtyre dive, edhe kur largohet prej këtyre di njerëzve, e haron i del nga mendja se kur ishte nata e Kadrit. Pejgamberi alayhis salam që ishte i afër me Zotin, që në mënyrë të vazhdueshme përmendte Zotin dhe adhuronte Zotin xhaleshanuhu, kur këtij njeriu të madh, pse i dëgjoi di njerëz duke u grindur mes veti, ju larguan nga mendja e tij se kur është nata e Kadrit, atëherë çfarë mund të ndodhi me situatën tonë që shpesh dëgjojmë vllau me vllau në shtindau, motra me vllau në shtindau, motra me motrën në shtindau. Edhe kjo në mënyrë të vazhdueshme i nderuar i vlla, këto lajme i keni prezent në mesin tonë. Edhe kur e sheh sebetit e grindjes, e zanjes, e hidhritit, janë sebete tepër të vogla. Nëse në kohën e pejgamberit alayhis salam është haruar se kur është nata e Kadrit, atëherë çfarë mbet në mesin tonë? Prandaj të falim për hir të Zotit, nga se edhe falja në këto në këto ditë të Ramazanit e ka vlerën e jashtëzakonshme. Tregohet për një njeri se i kishte dhënë vllaut të vet para dhe një natë e thirrën vllaun e vet për me ja kthyer parat, borxhin. Dhe vllau e mohon këtë borxh. Thot vllau, unë nuk të kam borxh. Ki që i kishte dhënë borxh. Thot mendova me vitin tim se e vërtet që nuk kam një dokument që ja kam dhënë borxh vllaut tim, por me e padit në gjigj ka mundësi ta fitoj gjigjin. Por çfarë bëj? E humbi vllaun tim. Nëse e fitoj gjigjin, mund ta humbi vllaun tim. A humbja e vllaut për mua është gjë shumë e rëndë. Thot në këto net, 10 vjeçin e fundit të Ramazanit fletki, thot Allahu xhaleshani ka përshkruar me net të mëshirës dhe faljes, e për hir të Zotit xhaleshanuhu, unë e vllaun tim do ta mbaj afër dhe do t'ja fali borxhin. E hapën telefonin dhe i thot vllaut të vet, vllai i dashur, thot unë të kam dhënë borxh, por ti nuk e pranon borxhin që të kam dhënë. Por jam në netët e fundit të Ramazanit dhe kam dëgjuar një hadis të pejgamberit alayhis salam i cili thot se veprat ngrihen tek Zoti xhaleshanuhu ditën e hanë dhe ditën e ite, përveç të di rastin. Rastin e parë, personit i cili i ka bërë shok Zotit dhe ortak Zotit xhaleshanuhu, këtij nuk ja pranon veprat e mira dhe gjithashtu nuk ja pranon veprat e mira di vëllezërve të cilët janë hidhruar për interesat e kësaj dunjaje derisa të përmisohen mes vetë. Që fal e ke borxhin që na ke dhënë. Thot rash të flej, e pash pejgamberin alayhis salam në ëndër, i cili më tha, hajde me mua të shkojmë në Qabe dhe ta bëjmë umren. Kjo ishte gëzimi i madh. Thot të nesërmit vllau më vinë ke shtëpia dhe më thot, vllai i dashur, ti e dëshirove falje nga Zoti xhaleshanuhu, por edhe unë e dëshiroj falje nga Zoti xhaleshanuhu dhe borxhin, urdhërohet borxhin që ta kam marrë, nga se dëshiroj që të jemi afër njëri me tjetrin. Dhe një rast tjetër që më kalon përshtypje, di vllazën 5 vite nuk folin për punë të kësaj dunjaje. Dhe vllai i madh thot u prekën nga kjo gjendje
Dhe një ditë vendosa që të shkoj tek shtëpia e tij, trokitën në derë, dhe i thash, vlla, 5 vite për mua janë shumë të gjata, e nuk mund të dëroj më me hasmëri. Kam ardhur nëse të kam lënduar dikundi, ose nëse të kam bërë padrejtësi, të ma falish gavimin që e kam bërë. Edhe vllau nga fjalët e mia u emocionua, u prek, edhe ai filloi të falë, të qiqaje me dënes, u përqafuam edhe prej atij momenti marrëdhëniet tona u përmirësuan.